Nëse dua të llogaris, jo gjithë këstin po themi të kredisit do të paguaj në muaj, por nëse dua të po themi të di se sa është interesi mujor që mua më takon të paguaj, është formula IPMT, që është e ngjashme me formulën PMT, vetëm se ka një ndryshim të vogël në formulë. Supozojmë këtu shënojmë interesi mujor, formula këtu IPMT. Do zgjedhim tham fillimisht normën e interesit, pjesëtuar me 12, që është periudha mujore. Këtu tani do vendosim, ndryshe nga formula e parë, do vendosim një njësh nëse duam këstin për një muaj, 2 nëse duam për 2 muaj me radhë. Shenjën e presjes, pastaj do vendosim periudhën e shlyrjes, që në këtë rast është 60, presja dhe minus vlerën që kemi marrë, po themi borxh, dhe del që kësti në këtë rast interesi mujor është $18.75, ndërkohë që kësti që paguam ishte 93.22. Pra interesi mujor në një farë mënyrë janë paratë shtesë që unë duhet të paguaj për atë kredin që kam marrë. Nëse ka shumë raste kur ne duam po themi të krijojmë numra në mënyrë asesore, mund t'i përdorim për password ose për po themi për punë të ndryshme, është formula randomize. Shenjë e barazimit rand dhe vetëm japim enter dhe ajo krijon po themi numra të rastësishëm. Ulim këtu poshtë, automatikisht nëse shtojmë të tjerët automatikisht ndryshon pra numra që nuk kanë lidhje njëri me tjetrin, pra janë të krijuar në një mënyrë po themi të pavarur nga njëra tjetër, pra numra rastësor. Nëse unë i heq këto, ndryshon automatikisht dhe i pari, pra për çdo veprimi që bëjnë merr ndryshim dhe tjetër. Dhe formula e fundit është VLOOKUP-i, që është një formulë shumë e përdorshme. Për çfarë na shërben VLOOKUP-i? Nëse unë dua, po themi që këtu të kemi një qelisë ku vetëm dua të vendos në, po themi, emrin e menaxherit, supozojmë Alban, dhe dua që automatikisht të më shfaqen këtu poshtë, supozojmë mund të bëj një VLOOKUP për produktin që ka shitur Albani, për çmimin e shitjes së tij e më radh, pra mjafton që unë të ndryshoj këtu emrin dhe këtu poshtë më ndryshoj vlera e qelizës në bazë të asaj që unë jam duke kërkuar. Atëherë gjëja e parë është të vendos një, po themi një qelizë referencë, supozojmë se e kam këtu. Atëherë formula është shenja e barazimit, VLOOKUP, duhet kemi parasysh që gjithmonë VLOOKUP-i fillon nga qeliza e parë e tabelës, zgjedh vlerën referencë, në këtë rast po themi këtë qelizën këtu, presje, zgjedh elementet ku unë dua po themi të marr të dhëna, supozojmë dua deri në këtë intervalin këtu ose mund zgjedh gjithë tabelën nëse duam. Presje dhe tani vendos se cilën qelizë unë dua referencë. Në këtë rast nëse dua po themi të katërtën, pra dua të di shitje, dua të di çmimin e shitjes, supozojmë 3, 4, 5, 6, dua të di po themi shitjet bruto në këtë rast. 6 dhe nuk do të harrojmë që në fund do të vendosim do të shkruajmë false. Dhe japim enter. Atëherë këtu unë di që kur e ndryshoj këtë qelizën që kam referencë, po themi nga Alban ta bëj Anita, këtu automatikisht në këtë rast nuk ndryshon vlera sepse edhe shitjet e Anitës janë njësoj, por supozojmë po e bëjmë Armando. Që në këtë rast e ka 375.000. Pra merr vlerën e parë referencë. Që do thotë unë mjafton këtu të ndryshoj emrin, ose nëse nuk dua të shoh shitjet bruto, po themi do të shoh në këtë rast sasinë e shitur. Tek VLOOKUP-i mjafton që të ndryshoj këtë referencën, këtu mos ta kem 6, po ta kem 4. Dhe shoh që në këtë rast Armando ka shitur 50 njësi, ose nëse i kisha me pikët, mjafton që këtu të vendos emrin po themi të studentit ose të menaxherit dhe këtu automatikisht më shfaqen pikët e tij. Këtë referencë mund ta keni edhe këtu poshtë njëra me tjetrën, pra mund bëjmë një VLOOKUP po themi për sasinë, një VLOOKUP për çmimin e shitjes, një VLOOKUP për shitjet bruto dhe unë mjafton që këtu sipër ja po themi këtu kemi një VLOOKUP për sasinë, një për çmimin e shitjes, sasinë me radhë, fitimi dhe unë këtu mjafton që të ndryshoj këtë emërtimin e qelizës referencë, po themi nga Armando ta bëj Anita, Arbene me radhë, automatikisht të gjitha këto elementet këtu më ndryshojnë. Vetëm mjafton që tek VLOOKUP-i tjetër mos ta kem këtë qelizën referencë të katërtën, po ta vë të 5-ën, të 3-ën, pra në varësi të kolonës që unë këtu kërkoj të gjej të dhënat.